Jo, veç me burr jam. Me fëmijë. A o sot mas mirë ti mirë tu Por vetëm? veti s'm pengon as nona e bashkëshortit, as baba, as kërkur. Më pëlqen me jetu edhe me vjera, so më ndihmon çdo aspekt edhe ndaj fëmijëve. Zakonisht më vjen shpesh e thirrje, zakonisht se na ajo është me tjetër e djalë, dhe pse është pak e vjetër mosh, po më ndihmon. Por veti s'm pengon sen. Se unë e krahasoj që kam edhe momin tem, edhe dikush m'ja bo momi tem, unë pengon për shembull. Mashallah. Faleminderit. A më tregon sa fëmijë kishe pas dëshirë mi pas? Po 3, 3. Jam mjaftueshëm? jam mjaftueshëm. A më mendon që po zbehen këto rritjet e fëmijëve tashma, nuk është më i vogël? Po. Po tash se dim varet edhe pi personit që sa fëmijë don mi pas, sa tash s'e di. Por çeli familje mesatare sipas teje sa duhet? Sa fëmijë? Po 3, 4. Po. A është më ndihmshme sot me qenë non ose me rrit fëmijë? Këtë kohë ku jemi këtu. Është edhe s'është. Se për shembull janë këtë kushtet, s'është që mungon diçka. Në atë ku normal ka mungu, se janë ka mungu shumë sena, sot për shembull s'mungon sen, po A të ndihmon bashkëshorti për rritjen e fëmijëve? po. Tash normal, ajo është edhe angazhuar me firmë, ama më ndihmon, kështu, normal. Për shembull, pamperës që na ndon herë me ai. Ja. Ja ka çdo shisa burrave që s'ban ose burr. Jo, nuk është që s'dan, po s'mam vetë kështu. Ka bën. Po, Keni kanë burra që to, pse? po s'di as vetë. Nuk e di. A duhet pak burrat me ndryshu. Normal, do të më ndryshu, po tash s'unë i ndryshojnë ana, kur s'ndryshohen vetë. Çfarë kishte thosht përgjithësi për gjithë burrat me ndryshu për shembull, për çfarë? Normal, mi u ndihmu bashkëshortës për çdo sen rreth fëmijëve, për në çdo aspekt, si punë, si krejt. Që ti rrugtimi si nave. A ke pasur ndonjë sfidë që ke kaluar? Apo ndonjë vështirësi që ke kaluar? Me fëmijë kështu? Me fëmijë, Jo, si sfidë që ke pasur? jo, kështu jo. Jo, s'kom pas as një sfidë diçka trang kështu. Jo, shumë mirë. Po familjen e bashkëshortit, a jeton me ta? Jo, veç me burr jam. veç me burr. Me fëmijë. A o sot mas mirë ti mirë tu vetëm me burr apo edhe me familje të burrit? Çfarë sheh këtë raportin? Mu për veti s'm pengon as nona e bashkëshortit, as baba, as kërkur. Më pëlqen me jetu edhe me vjera, so më ndihmon çdo aspekt edhe ndaj fëmijëve. Zakonisht më vjen shpesh e thirrje, zakonisht se na ajo është me tjetër e djalë. E thirri shumë shpesh më ndihmu, edhe s'm pengon asnjë aspekt, dikush tash tjetër kush që s'don me jetu me vjerri, është tjetër sen. Po s'ke ndihmën edhe të vjerës. Po shumë, po shumë. Edhe pse është pak e vjetër në mosh, po më ndihmon. A ke obligim të kujdesesh për familjen e burrit apo thjesht për respekt? Është respekt, normal, edhe obligim ekip, se mos më pas. Çfarë sheh raportin sot vjerë nuse, pse se kalojnë mirë? Kush ka bëhet kjo? Se di valla. Po e madhe kjo temë shumë. Se di valla, unë për veti s'm pengon sen. Se unë e krahasoj që kam edhe momin tem, edhe dikush m'ja bo momi tem, unë pengon për shembull, as unë s'kam qef mja. Ose mu për shembull kur të plakna m'ma bo nusja jam. E mjanoj shumë larg. E s'kam qef me mi bo as mi thon sen, as kujdes. Andevan edhe pak shkurt do të them. Si të kanë pritë familja e bashkëshortit? Shumë mirë, shumë mirë. Tepër mirë valla, si vllazërit e tina, si motra e tina, si vjera, krejt. Do të thonë gjitha grave, gjitha vajzave një mesazh, një këshill mja tani. Për vjerri kështu, përgjithësi. Po edhe me jetu me vjera është mirë, knoqesh me to, s'po di tjetër sa me to. Kërë ma të mirat, më falë shumë për kohën që e morëm. Jo, s'ka gjë. Falë.